Përshëndetje. Disa pamje antiligjore, çnjerëzore dhe me shije të ullët përcjell dhe denoncuar me guxim nga aktivistja Haris Vongli, dëshmojnë edhe një herë se deri ku Rama dhe karvani i tij arrin për të ruajtur pushtetin dhe privilegjet. Në këtë video shihen fëmijë 14 dhe 15 vjeçar që punojnë në ndërtim në themelet e një tjetër ndërmarrje të Gjergj Lucës, siguruar me firmën e kryeministrit, të cilit Luca i thur lavde dhe e shpall si fenë e tij. Këta fëmijë që punojnë në piskun e Vapës paraqiten nga Luca si shembull për të rinjt që protestojnë në sheshet e Tiranës kundër regjimit të padronit të tij. Ata përdoren jo vetëm në shkelje të ligjit, jo vetëm në shfrytëzim dhe në kushte të vështira, por edhe si mjet propaganda, për të thënë se shiheni si punojnë shqiptarët dhe si këtë duhet bëjnë edhe ata që janë ngritur kundër Ramës. Pra, të ulin kokën dhe të mbyllin gojën. Partia Demokratike dënon jo vetëm përdorimin e fëmijëve si material propagandistik, por sidomos përdorimin e tyre për punë të rënda, në kundërshtim me ligjin. Për këtë arsye, ne nuk do të ndalemi vetëm te ky denoncim, por do të paraqesim padinë prokurori për shkelje të ligjit dhe punësim të minorenëve. Gjergj Luca vepron ashtu sepse mendon se mbrohet nga Rama dhe është mbi ligjin. Protestat qytetare në Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë, në diasporë gjithashtu, bëhen pikërisht kundër kësaj. Askush nuk mund të jetë mbi ligjin dhe të gjithë ata që kanë vepruar kundër tij dhe mbi të duhet të përgjigjen. Më së pari duke lënë pushtetin dhe privilegjet dhe duke hequr këmbën nga qafa e të tjerëve. Kjo video është shembull sepse protestat duhet të vijojnë, pse Rama duhet të largohet dhe pse Partia Demokratike i mbështet qytetarët dhe kërkesat bashkë me lëvizjen e tyre. Faleminderit.